një ndër postimet tjera Relin që i ke postu, domethënë mendimet tua, ajo është për etiketime, domethënë. Një ndër to është Anadollak, e përdorin si ofendim, mongol, arab pak më shumë, turk, etj, për etiketime mo janë shumë. Po, Anadollak, po. Po, fillimisht është interesante që dikush që mund të jetë ja i thari ideologjisë liberale të drejtat të njeriut gjarë të tilla, shërbet me fjalor fyes ndaj popujve tjerë, që është shumë interesante, që në diskursin publik një fjalor i tillë është nuk është i pranueshëm, por ja prapë bëjnë. Tjetra është që edhe me qenë një person i tillë, ku është problemi nëse është i tillë? Ku është problemi nëse është turk apo çfarë do mongol ose mongol, ja. Më thënë Mongolët kanë histori të madhe, ata kanë okupuar gjysmën e Evropës e botës, në diskursin aktual fjalori i tillë nuk është i pranueshëm, por dhe po të jetë një person i tillë, ku është problemi nëse është i tillë? Sot në tjetër çështja është që sot në realitetin se si bëhet janë Evropën e përparuar e në perëndim ku duam të shkojmë. Edhe nëse dikush ka origjinë, nëse është me prardhje imigrante, po, çfarë do prardhje të ketë, nëse është shtetas i atyit, për shembull më konsiderohet gjerman, francez, kështu me radhë. Dorsa ti thuash, jo ti je kurd, je algjerian, je i tillë, nuk je francez vërtet, nuk je gjerman i vërtet, edhe pse ka origjinë të dhunshme imigrante, është konsiderohet fjalor rrejtës. Ndërkaq shqiptarëve musliman ky e thuhet duke qenë vendas, duke qenë shumicë, duke mos qenë emigrant. Po, do thonë edhe nga njerëz që kanë ideologji të përparuar. Do të thonë është shumë kontradiktore. Sa përket asaj personi me cilin i krahason, do të ishte mirë që në shumë aspekte të bëhemi të ngjashëm me popujt me të cilat na fyen. Nëse shohim shtetet arabe, shumë prej tyre kanë përparuar shumë, shtetet e Gjirit gjithsesi, por edhe shtetet tjera kanë histori të hatashme, kanë arkitekturë fascinuese, janë civilizime të vjetra dhe shumë prej tyre kanë edhe prodhimtari, prodhojnë vetura, prodhojnë autobus, gjithçka. Në Anadoll për shembull, në ato qytete të Anadollit ka kapacitete të prodhimit nuk do të bëj reklam, të shumë prodhuesve automobilistik. Në Anadoll ka hekuruz shpejt, 300 km/h. Ndërkaq me cilët i fyn bashkëdhetarë shqiptarë duke krahasuar me anadollakët e me arabët e turqit, ti çfarë ke diçka për të treguar, me cilën mund të lavdohesh diçka. Shumë e vërtet. Do thonë është rrim s'kena. Rrim s'kena. Po është një ndjenjë superioriteti nga një superioritet jo ekzistues. Kështu është shumë e vërtet. Domethënë ti e lun rolin e superiorit, as ky rrim të shtëpia me çirë asit, edhe pse jam musliman, më thot arab. Unë s'jam arab, unë jam shqiptar. Më thot Anadollak, unë s'jam Anadollak. Mirë po, hajde që qenë kam arab. Bane paralelen e jetës tonë, edhe të arabe, shumë mirë e sqarove, domethënë. Ato kanë industri, kanë hiç më shumë që të rrim apo këtejna, rrim, kanë ne s'kena rrim. Apo kupton. Po. Në shkëtir kanë ujësjellës. Po, ujësjellës. Po, shumë. Ti s'ke ujësjellës. Ujësjellës. Alo, me gjërat elementare mirë mi kanalizimin s'kena ne. Ne e përgjesh Anadollakun, turkun, arabin se ne tjetër. Edhe tjetër është ajo që është shumë fyse
për mira shqiptar, musliman që janë shumicë, që kanë luftuar dhe kanë dhënë jetën për ta çliruar ose për ta mbrojtur Shqipërinë, që është një shkelje mbi gjakun e tyre fillimisht. Sepse dhe them nëse i bën dallim dikujt që është musliman praktikant dhe dikujt që është jo praktikant, sërish dhe për që është e paqen, sepse ato kur nëse këto ofendime vijnë nga dikush që është themi musliman por jo praktikant, ato zakonisht ju thonë atyri që janë praktikant, por kur vjen nga dikush që është tërësisht jo musliman, ajo flet për musliman shqiptar në përgjithësi, i përfshin edhe ato që janë më shumë të indiferent. Por dhe nëse kufizohemi të ata që janë më praktikant, ka shumë prej tyre që ditë se kanë qenë musliman më të devotshëm dhe kanë qenë aktivist, kanë luftuar për lirinë e atdhejut, janë dërgjur në përballje si të burgosur politik, janë pastaj kanë kaluar jetë të vështirë për shkak se s'kan qenë si shqiptar të ndershëm që ishin pjesë e sistemit. Thonë është një mos respekt i madh ndaj tyre, një mos mirënjohje e madhe, dhe nga e cila dhe për të cilën duhet të ketë një solidarizim edhe nga muslimanët më indiferent. Nëse të mba tona e fyesit. Po, vërtet.